Sezoni turistik në krahinën e Kelmenit gjatë gjithë shtatorit të shoqëruar me vizitorë të shumt, tha administratorja e kësaj njësie, Florida Peraj. Nga Tamara në Sels dhe veçanërisht në Lëpush e Vërmosh, turistët kanë qenë dhe mbeten të shumt në këtë periudhë. Mund të them me gojën plot që është një sezon i dysh, shtatori ka qenë shumë mirë, por edhe sezoni nuk ka qenë keq. Zona e Kelmenit mas shumë të punon me klientel tashmë, njerëzit që nisen më ardhë në Kelmen i kanë destinacionet e veta. Peraj theksoi se ende nuk mungon her pas here komunikimi me turistët, cilët japin vërejtje në lidhje me shërbimit apo kushtet e tjera, por përgjigjet e tyre janë mjaft optimiste. Përgjithësi, njerëzit janë shumë të kënaqur, vizitorët janë të kënaqur me mikpritjen, me natyrën, me ushqimin, me njerëzit, edhe mund të them me gojën plot që njerëzit që i ka zona Kelmenit nuk i ka asnjë vend tjetër në botë. Administratorja Peraj e specializuar në fushën e turizmit thekson se Kelmeni po ecë ndrejt zhvillimit të një turizmi gjithëvjetor. Nisur nga përvoja deri më tanishme, ajo parashikon që 5 vitet e ardhshme do shoqërohen me një zhvillim të admirueshëm të këtij sektori, si nga ana sasiore dhe nga ana cilësore. Mendoj që Kelmeni në 5 vite shoh shumë zhvillim. Nuk jam hiç pesimiste, ndoshta jam gabim, por mendoj që në 5 vite Kelmeni mund të jetë shumë mirë me turizmin. 2 projekte të rëndësishme do ndikojnë ndjeshëm në zhvillimin e mëtejshëm të turizmit në këtë krahinë. Ndërtimi i rrugës së Vuklit, që është në proces, si dhe ngritja në stacionit elektrik në Tamar, rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike deri në Vërmosh. Siguria e furnizimit me energji elektrike në Kelmen konsiderohet si investim kyç për zhvillimin gjithëvjetor të turizmit në këtë zonë. Projekti për këtë investim është miratuar, por sfida qëndron në fillim sa më parë të punës për zbatimin e tij.